24 marsi shënon njërën prej datave më të lavdishme të historisë sonë, sepse këtu në Glogjan u bën një luftë heroike në mbrojtje të popullit shqiptar nga hegemonia serbe në udhëheqjen e regjimit gjenocidale fashist të Miloševićit. Të 7 vjetor nimit e epopesë duke në këmbë për të shndruar këto kulla në fortifikat të lirisë dhe që të kontribojnë për lirinë e Kosovës. Prandaj është bërç i ynë të pavarur që gjithnjë të nderojmë sakrificën e familjes Haradinaj dhe të nderojmë edhe për vjetorin e intervenimit të NATO-s, që pak a shumë tregon që alatëve tanë më në fund e solli lirim për të cilën u sakrifikua për breza. Ndërkaq, në ndërim të kësaj dite, në Glogjan është organizuar edhe manifestimi qendror. Me këtë rast, Ramush Haradinaj, duke kujtuar sakrificën e të rënëve, tha se ditët ndërmjet 24 marsit 98 e deri me 24 mars 99 nuk kanë qenë të lehta, por ditë më të madhe shqiptarët nuk kanë përjetuar sesa 24 marsin 1999. Kjo është e vërteta e historisë tonë, na ka pa Zoti atë ditë, se pa atë ditë, do ta kishim vështirë me emri këta që gëzojmë sot. Por, është mallkim, nëse na vetë lavdërohem, e harrojmë nimen e atyne që na kanë jepur kohën më të vështirë tjetës tonë, kur jeta jonë ka qenë rrezik, për me mbrojt vendin në interes tonin e tjetës tonë, ne e kemi jetike aleancën me Amerikën, ku që donë këtë vend e këta fëmijë, duhet të arun si sytë e ballit, aleancën me Amerikën e me NATO-n. Duhet të arun si ditën e 24 marsit 99. 24 marsin 98 nuk e kanë harruar asnjëherë edhe bashkëluftëtarët dhe familjarët e dëshmorëve të rënë. Kanë qenë pushë që kanë krisë lap, kanë qenë pushë që kanë krisë ku do në aksione. Po ja që Ramush Haradinaj me një emposhti dhe dha signalin se një ushtri, sa da madhe, sa da fort, sa da armatosur, kur është okupuse, disa shërimtar kanë moral më të fort, që ku edhe i përzun me turp. Ne patëm 3 dëshmorë, ne kemi sot 3 flakadan që vazhdojnë të i bojnë driti kombi. Rënja e 3 dëshmorëve të parë më 24 mars në Glogjan ka qenë thirrje dhe betim se ky ishte vetëm fillimi i një lufte të lavdishme, të cilën do ta kurorëzonin me fitore vajzat dhe djemt më të mirë që pati ushtria çlirimtare e Kosovës.